Kemi larguar sot nga Tirana, drejt një oazi paqeje, relaksi dhe eksperiencë gatimi që veçon. Ndodhemi tek Agroturizëm Gjepali në Shijak. Do takojmë shefun Dim Gjepalin, Miki Bordo, i cili do të na bëjë një guid përreth dhe do të na prezantojë me pjatat që i takojnë sezonit të vjeshtës. Shefi, mirë se të gjejmë. Athina, mirë se na erdhe dhe kënaqësi që e kam. Të mrekullueshëm për të disatën herë. Disa erdhe në rrënjët e mia. Këtu jemi në shtëpinë time të fshatit, si gjithmonë jemi mësuar duke më parë në Romë, në Tiranë. Shtëpia jote e fshatit, por edhe si shtëpia tashmë e shumë njerëzve këtu. E shumë njerëzve. Kjo lindi që kemi hapur dyert në 2019. Si ide ka qenë shumë e vjetër. Ishte deri në vitet e fillimit të imigracionit, ishte inspiruar tek agroturizmi italian, po në atë kohë u bën kohë e duhur edhe nga ana ekonomike, edhe nga ana sociale shqiptare për të pranuar agroturizmin, se ishin përqendruar të gjithë tek restorantet e Bregdetit, të qytetit, këto të modës ndërkombëtare, dhe për autenticitetin ton, për identitetin ton akoma ishim gati. Dhe besoj që e kam bërë në momentin e duhur, dhe filluam një restaurim rrënjësor. Tu kishim dikur stallat, që babaim rritnim viça, kishim stallat e dhive që bëshim dhe djath, pula, shpend pafund. Edhe në fund fare kur mora atë vendimin me e restauruar, ishte një dhimbje, sepse edhe ajo ishte diçka shumë e bukur. Po mendova që kishte ardhur momenti që fermen ton bujqësore që e kishte babai e kishte perfekte. Si nga pemtaria, si nga rritja e shpendeve dhe kafshën, kishim shumë gjëra, po mendova që ishte momenti i duhur që transformohemi, duke lidhur dhe me profesionin tim që unë kisha marrë në perëndim, që fermën bujqësore ta lidhim me mikpritje. Në katin e parë lart kemi dhomat, janë 8 dhoma të arreduara që një shtëpi fshati pa luks të tepruar hym. Tu jemi tek holli i dhomave, ku kemi tek dhoma, kjo është një pritje e vogël. Shqiponja që nuk mungon. E menduar me bërë diçka sa më funksionale, e pastër, e bukur, e thjesht, që të jetohet komplet jeta në fshat. Dhe pjesa më e bukur pamja që shijon nga dhoma. Kemi shumë interes nga të huajt që vizitojnë Shqipërinë, kemi qenë plot gjithë të kohë. Pëlqejnë dhe qetësinë se çfarë ofrojmë, pjesën gastronomike. Tani kanë filluar edhe me hyrje lart në fshatrat e vjetër, me parë atë jetën e përditshme shqiptare që është pjesa besoj më e rëndësishme e Shqipërisë, përveç detit bukur që vijnë, po pjesa rurale e Shqipërisë është me vërtet unike dhe pëlqejat të mase, po të shikojnë dhe feedbacku online, janë blogët, gazetarë dhe pjesën rurale pëlqejnë të mase. Pra mund të themi që kemi kaluar nga ajo faza që pëlqenim modernizimin dhe zhvillimin, mbas akoma dhe pëlqejmë, po kemi pak nostalgji për ato kohë. Dhe është kthyer kjo e fshatit goxha, sidomos fundjava tani janë bërë si fundjavat e dikurshme të Romës që thuheshin të fundjavat jashtë dere, jashtë porte, dhe tani dalin gjithë jashtë portës Durrësit dhe Tiranës, dhe jo vetëm që na frekuentojnë. Pjesa që e veçon Agroturizëm Gjepalin është gatimi. Gatimi, ne kemi menduar dhe unë që e kam bërë atë koncept, nuk kam bërë këtu gjëra moderne që bëjnë në lokalet në Padamin Tiranë dhe në Antikuar. Unë kam menduar të bëjmë pjata tradicionale të zonës së Shqipërisë mesme, me i gatuar sa më me kujdes, me përdor produktet e zonës, dhe këtu jemi ekstremist. Kemi 100% produktet e zonës, një rreth 15 kilometra katror, gjithë në luginën e lumit e Rezen, kodrinat e Durrësit, Kavajës, dhe gjithë këto vende që në ndërësën që kanë produkte shumë cilësore, kemi bërë
Jemi munduar t'i gatuajmë sa më mirë, pa salsa ekstreme, pa përpunime, sepse duhet t'i japim rëndësi produkteve. Se kemi me vërtet produkte shumë qishme, bio, Dhe duke i qëndruar traditë. duke i qëndruar traditës. Bëjmë një menu fikse edhe për çështjen e kosteve, me majtë kosto sa më të përballueshme. Me atë nete që ofrojmë, unë jam i vetëdijshëm. Mund të themi që është një opsion i përballueshëm për buxhetin e secilit. Absolutisht, unë kam menduar që mos jetë low cost fare, sepse disa shërbime kanë kostot e tyre, nga mbulesa e bardhë, shërbimi i kamarierëve, pastërtia, janë kosto që duhen përballuar. Produktet bazë, disa gjëra kemi vetë, po disa kemi rreth 30 fshatar, kemi kontrata që ne punojmë me ato që marrin produktet e atyre, po ideja kjo ka qenë, të jetë një çmim i përballueshëm që çdo njeri që ka dëshirën të festojë për vjetorin e fëmijës, për të kaluar një fundjavë, 2-3 orë pas dite, të jenë çmime të përballueshme për gjithë. Gjithmonë ka pëlqyer që lokalet ketë njerëz, fëmijë, familjar, pleq, çiftet e reja, familjen me numër të mëdhej, dhe kjo ka qenë koncepti i ndërtimit të kësaj gjëje. Dhe them me plot kënaqëri që ja kemi arritur. Në fillim të dukte një çmendëri, por kam marrë me arkitektët në atë kohë që ku do bënim restaurimin, ishte në shkurto mars, diçka e tillë, ishte plot me gjol. Rruga që ju keni kaluar, që është asfaltuar, ishte me gjol dhe ku erdhëm. Edhe një nga ato bashkëpunëtorët e mi më tha, shef, vërtet mendoj që do bësh të këtu, çmenduri, si do i sjellësh njerëzit këtu. Ja, u realizua. Në një epokë të re, po bëjmë zhvillime, tani do na shtohet edhe një dhomë përpunimi, ku do përpunojmë dhe stazhonojmë të gjithë produktet. Djathrat, sallamat që do i bëjmë vetë, do shtohet edhe një az i vogël pa familjarë që do na frekuentojnë, po bëjmë edhe një pishinë shumë fine, jo masive, që të bëjmë këtë ciklin e ofrimit të një shërbimi të kompletuar. Kjo është edhe një vetrinë shumë e madhe për prodhuesit shqiptar, sepse nga që kemi shumë njerëz që frekuentojnë, që provojnë, dhe kemi dhënë hapësirë të gjithëve që të promovohen tek agriturizmi jonë. Po i rishkruajmë gjithë ato pjata që ne kishim snobuar, që na kishte marrë rryma e komercialitetit dhe e modernizimit, ne t'i rishkruajmë, t'i japim lavdin që meritojnë dhe t'i mbrojmë ato. Çfarë eventesh organizojnë këtu dhe a ka kapacitet restoranti për ta përballuar një event Restoranti të madh? jon ka kapacitet për 120 persona të brendshëm, sepse gjithmonë kam menduar që agriturizmi që të bësh diçka të shumë të mirë nuk duhet të shndruar në një mens, në diçka e modës së momentit, po diçka që me kalimin e kohës të bëhet akoma më i konsoliduar, akoma më i mirë, akoma më i frekuentuar. Dhe në unë eventet jam inspiruar gjithmonë këto festat, dasmat, ditëlindjet që u bënin tek rreshtat e ardhive, e rrushit në shtëpi, tek shtëpiat e fshatit, dhe duke inspiruar Italisë, jugut Italisë, Toskanës, dhe atje janë shumë prej vitesh që janë mod eventet jashtë. Dhe thashë, pse mos t'i bëjmë këtu? Dhe kemi filluar edhe me evente me shumë të huajt. Dhe kjo ka qenë gjithmonë objektive, që t'afrojmë edhe të huajt. Si shkojnë në Toskanë me u martuar, të vinë dhe në Shjak. Imagjino, të huajt vinë në Shjak, kjo është dokumentuar, kemi plot, vitin që vjen, kemi mbi 5 o 6 të konfirmuar eventet të vogla, të huajsh perëndimor që s'kan asnjë lidhje me Shqipërinë. Dhe ëndra ime kjo ka qenë, që të hymë dhe në tregun ndërkombëtar, pavarësisht se jemi në një zonë shumë strategjike. Shjaku është një zonë shumë se afër Tiranës, afër Durrësit, afër autostradës, afër pikave industriale më të rëndësishme ekonomike e Shqipërisë, që është autostrada Durrës-Tiranë, dhe duke pas aeroportin, portin afër, dhe duke ofruar një kuzhinë autentike, besoj që jemi vendi ideal për të bërë këtë gjë. Me kalimin e kohës ta kthejmë në një oazë qetësie, për të frekuentuar nga fëmijët e vegjël me këndo fëmijësh, çiftet e reja, ditëlindje, festat kush del në pension, që t'jetë një oazë ku festohet dashuria, ku festohet e bukura. Kjo ka qenë, që t'jetë diçka për të mbajtë mend. Dhe tani kanë filluar, edhe kur shkojnë që lëviz në aeroporte, kështu kur udhëtoj, thonë, tjeti unë kam bërë ditëlindjen, dhe sa vend i bukur, jam martuar, takimin e parë kam bërë aty. Dhe më bëhet shumë qefi sepse ky ka qenë objektivi. Kjo gjë nuk është bërë me u bërë i pasur, po është bërë për të zhvilluar ashtu siç unë jam brezi i 6
që e kam trashëguar këtë gjë. Besoj që kjo gjë të kaloj të trashëgohet në frymën e re, në pasardhësit e mi, që ta çojnë akoma më tej se sa ku e kam sjellur. E kanë këtë indicie këtu pas? Absolutisht, kjo është një vend i shenjtë për familjen time. Unë jam një kalimtar i kësaj gjëje. Dhe siç kanë qenë paraardhësit mi stërgjyshim, gjyshja, edhe unë jam një kalimtar. Kjo është një vend ku ne takohemi me ato, me memorien e tyre. Dhe kjo na ndihmon shumë, na frymëzon me punuar akoma më shumë, me bërë këtë gjë me dashuri. Nuk është thjesht një restorant. Ky është një tempull i familjes time dhe kjo më ka dhënë një forcë shumë hyjnore me përballuar të gjithë vështirësitë që ka Shqipëria jonë e dashur. Unë jam shumë i fiksuar me pjatat e fëmijërisë time. Çdo gjë që unë kur isha i vogël i pëlqeja, jam menduar janë prezent në menun time. Edhe jemi në Shqipëri të mesme, tava e theut, ka qenë një nga gjë isha i vogël që më pëlqente te masa, salca e kosit e mirë, ram steku i bërë me ato erza, dhe unë gjithë pjatën plënsi, që është një nga vendet që ne e bëjmë me të vërtet, me vezë ashtu siç duhet, dhe unë i kam kthyer të gjithë gjërat në një realitet. Në një realitet të bukur, të sjellë me kujdes, dhe përveç që janë pjatat e memorjes time, janë pjatat e memorjes kolektive, po me një diferencë, që këtu bëhen më mirë. Atëherë shkojmë në kuzhinë dhe shohim nga afër menun e vjeshtës. Shef, faleminderit për ftesën sot, vendi ideal për ditën e sotme. Diell, ushqim i mirë, një muzikë lehtë në sfond, kështu bëhen këto momentet e paharrueshme. Faleminderit që erdhe dhe më dokumentuar jetën tonë në agriturizëm Gjipali dhe shpresoj të kemi qenë sa më i qartë për ndjekësit tanë, se ata janë pjesë të njerëzit më të rëndësishëm për ne. Dhe i presim të gjithë kush nuk ka ardhur akoma të na vizitojnë, jeni gjithë të mikpritur. Dhe faleminderit revistës Bordo Digital që na jep të mundësinë me pasqyruar vendin tonë. Faleminderit ty që ke sjellë këtë oazë të veçantë me ushqim të shijshëm, me produkte vendase, me këtë atmosferë unike, të ngrohtë dhe mikpritëse për të kaluar një fundjavë, një drekë, një darkë, të gjitha për të festuar gjitha eventet që na shoqërojnë përgjatë gjithë jetës. Faleminderit ty.